U kthejmë në studio për të folur për një çështje mjaft të rëndësishme, si që është energjia elektrike, pra ku u tha se për 16% nuk do të vlejnë për pjesën e veriut të vendit. E për të folur për këtë çështje, në anën time të djathtë, është Arton Muhaxheri, ekspert i ekonomisë. Arton, faleminderit shumë që erdhën në Info. Faleminderit për juve, faleminderit për ftesën. Ndërkaq në anën time të majtë është Ismet Krasniqi, aktivisti asnjëcat më shumë. Faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për ftesën. Po e nisim me juve, Artoni, besoj që keni pa lajmet në lidhje me shtrejtimet të rrymës 16%, po që nuk po vlen për pjesën e veriut. Si e komentoni juve këtë çështje? Para se me dalë të kjo çështja e pjesës e veriut, është mirë që qytetarët e Republikës së Kosovës ta kuptojnë që çmimi nuk është shkaktuar nga ZRE-ja, sepse është duke u keq kuptuar në opinion, sikur që ZRE-ja është një trup e pavarur se jashtme nga institucionet e Kosovës dhe ajo po i shkakton çmimet. Realisht jo, ajo kontrollohet shumë nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe ky shtrajtim i energjisë ka rezultat i kërkesës së qeverisë së Republikës së Kosovës, ndërsa janë shefër mbas ZRE-s, e cila rrjedhimisht edhe e ka bërë kërkesën për ta shtrajtuar energjinë elektrike në 16.1%. Arton, po të ndërpres, duket se po shfrytëzohet pra kjo situatë, me qenë se nuk kemi institucione tashmë stabile, pasi që i kaluam zgjedhjet, nuk po kemi kuvend, nuk po dihet se kush është kryeministri i vendit. Apo shfrytëzohet kjo situatë nga qeveria në kalim, duke thënë se neve nuk po shtrejtojmë po ZRE-ja? Fakt po shfrytëzohet jashtëzakonisht shumë, nëse ju kujtohet pak para zgjedhjeve, ju kujtohet kur mediat e zbuluan që do të shtrajtohet energjia elektrike dhe ZRE-ja dul që e mohoi realisht që nuk është e vërtet një lajm i tillë, edhe pse ishte e vërtet, po ishin zgjedhjet atëherë dhe nuk i konvenonte qeverisë në atë kohë. Në momentin që ende pa përfunduar mirë zgjedhjet, ZRE-ja dul me vendimin për të shtrajtuar energjinë elektrike, për ta argumentuar atë që konkluduat është jashtëzakonisht saktë sepse qeveria ka heshtur kur ZRE-ja ka bërë këtë kërkesë. Realisht, Artana Zanolli, ministra e sektorit, e tha që ne po bëjmë përpjekje për ta rritur rrymën më pak, jo 15%, ajo jo vetëm që nuk u shtrajtua 15%, po u shtrajtuar pak më shumë, 16.1%. Prandaj, të gjitha këto argumente të çojnë te ky rezultati që qeveria qëndron pas. Atje patëm edhe disa deklaratat të zonjës Riz Vanolli sa i përket shtrejtimit të rrymës, mënyrën se çish me kursye energjinë elektrike. Si shkollë na kanë bërë gjithmonë, si ligjërata për sjellje në shoqëni na kanë bërë gjithmonë, madje edhe se si duhet të shfrytëzohet energjia elektrike, por vetë fakti që ajo qëndron ose nuk ka heshtur ose ka thënë duhet më pak të shtrajtohet, ne konsiderojmë që ajo është bërë qëllimisht. Për më tepër, për të kthyer tek situata në veri, kjo tregon që ti nuk hisë suverenitet energjetik në Republikën e Kosovës, sepse atje po vendos elektroserveri, i cili ka derivuar si rezultat i një marrëveshje politike në mes Serbisë dhe qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Prandaj, të gjitha këto pasura që po ndodhin janë rezultat i disa punëve që janë bërë më herët nga kjo qeveri. Nuk ka ndodhur gjithçka rastësisht, pra. Gjithçka ka qenë planifikuar. Asgjë nuk është e rastësishme, por ajo që ne duhet ta kuptojmë si qytetarë të Republikës së këtij vendi është që ne po bëjmë barën edhe të qytetarëve të pjesës veriore që kryesisht janë të komunitetit serb. Fatkeqësisht kjo është gjendje që na ka kërkuar edhe për vitet e mëhershme, pra nuk mund të themi se ka pasur edhe mos pagesa të fakturave të energjisë elektrike. Po, gjithmonë ka qenë problem, po duke pas parasysh që ai është problem politik më shumë se sa problem i sigurisë dhe ekonomik, këtë çështje mund ta rregullojë vetëm politika. Ekonomia dhe siguria mandej janë vetëm elemente procese që e shtyn procesin përpara. Sigurisht. Zoti Krasniqi, juve si aktivist keni dalë jehone gjithë këtyre problemeve që na kanë karakterizuar, madje patët edhe protesta sa i përket rritjes së çmimit të rrymës. A do vazhdoni përsëri me kërkesat për protesta, duke ditur se tashmë vetë se po shtohen problematikat në vendin tonë?
Po, ne duke I porë fillimet e fundit në vend, organizuam një grup I shoqërisë civile dhe organizuam 3 protesta radhazi. Natyrisht që tash po mendojmë edhe për të katërtën. Në fillim e di që është dukur shumë e vështirë dhe ndoshta pak kush I ka besuar që do të realizonim 3 protesta të suksesshme, por ja që ato ndodhen dhe do të ndodhë dhe e katërta. Ne qysh prej fillimit të organizimit protestës, kemi shprehur shqetësimet tona në lidhje me procesin e ngritjes çmimit të energjisë elektrike, pra një proces totalisht jo llogaridhënës dhe jo transparent ndaj publikut. Gjithashtu ne vazhdimisht kemi treguar që me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike do të pasojnë edhe ngritjet e çmimeve të tjera, siç janë ato ushqimore apo edhe të tjera të përditshme të kafeve. Fikasi që e kemi pa në markete që menjëherë ka filluar shtrejtimi I bukës. Qytetarët vetë se kanë filluar të më dërgojnë foto në disa vende paralajmërohet kafja dhe 2 euro, espresso 1,30 €, çka s'po dëgjoj kohëve të fundit. Kjo vjen krejt si rezultati I ngritjes çmimit të energjisë elektrike. Pra, unë mendoj që tashmë ne kemi akoma më shumë arsye të protestojmë, për shkak se vendimi veç është marrur, ne duhet të kërkojmë anulimin e atij vendimi dhe komisioni parlamentar të ftoj bordin e zërrejës dhe të shikojnë në detaje se çfarë ka ndodhur dhe pse kemi ngritje të çmimit të energjisë elektrike 3 herë brenda këtyre viteve, është shumë e çuditshme, siç e thej edhe më parë, vetë procesi nuk ka qenë transparent as pak dhe kjo na lë të dyshojmë që aty mund të ketë keqpërdorime të ndonjë llojit për të cilin ne si publik ende nuk jemi të informuar. Madje u kërkua në mbledhje të zërrejës edhe largimi I kamerave që diskutohet vetëm me gazetar, pra. Gjë që ishte shumë e çuditshme, unë po shpreh rastin të falenderoj gjithë gazetarët publikisht për qëndresën e tyre edhe për reagimin e tyre, po ashtu I falenderoj edhe për hapësirën televizive që po na e japin për të shprehur pak kënaqësitë tona në lidhje me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Pra, me një fjalë nuk do ta kemi luksin më që dalin me pi kafe 2 euro, duke ditur standardin e jetesës cilën neve jetojmë. Shikoni, përbes është mjaft problem nëse çmimet I kemi si në Zvicër e pagat Kosovës. Kjo është tetë problematike për jetesë, jo vetëm për kafe, por edhe për produktet ushqimore, siç është buka, qumshti e të tjerat. Një prej problemeve kryesore ndoshta do të jetë edhe mënyra se si do t'i përgjigjen qytetarët këtij vendimi dhe si do të reagojnë. Ne prandaj po tentojmë të organizojmë protestën e 4 dhe ndoshta po na merr pak më shumë kohë për shkak se jemi detyruar që protesta e radhës të jetë e përshkallëzuar. Me përshkallëzim nuk kuptojmë që do të bllokojmë ndonjë institucion ose një rrugë, po jo dëmtimin e tyre, sepse nëse dëmtohen, ato prap do të rregullohen me taksat e qytetarëve dhe nuk janë në shërbim të askujt. Dhe që ka ndodhur herave tjera, sidomos në protestat kur organizoheshin nga lëvizja vendosje, ku kishte edhe shkatrimit e institucioneve, ngjyrosje, pastaj edhe shpeshherë edhe dëmtime të ndryshme që I bënin institucionet vazhdimisht që kishin protesta. Unë vetë kam studiuar shkenca politike dhe deri dikuj kam kuptuar ato aksionet e tyre politike, por në momentin që dëmtohet institucioni, për mu nuk është më reagim demokratik qytetare institucional, për shkak se ato institucione prap me taksat tona janë rregulluar. Pra ne prej fillimit një hap ku të zyrat e zërrejës pra patët një aksion ku edhe pati edhe të arrestuar mandje. Gjatë protestës tonë jo, lejoni të sqaroj që ne jemi 2 grupe me një qëllim të vetëm. Grupi asnjë cent më shumë në protestat, jo aksionet, protestat që I kemi organizuar natë, të 3 kanë qenë paqësore, në të 3 nuk është arrestuar askush. Ndan se në protestën e dytë kur kemi qenë tek zërreja, kemi pasur qytetarë më të frustruar dhe mediat kanë kapur pamje që vetë qytetarët kërkonin të hynin në institucionin e zërrejës dhe ndoshta të kërkonin sqarime edhe personalisht me ta, por që ne si organizator protestës e kemi marrë përgjegjësinë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë dhe paqësore, por kjo nuk po vazhdohet. Nuk mund të vazhdohet kështu për shkak se po shohim që nuk ka reflektim të institucioneve dhe të akterëve përkatës, prandaj jemi të detyruar që protestat e radhës të përshkallëzohen, pra nuk e përjashtojmë mundësinë që të bllokohet ndonjë rrugë ose ndonjë institucion. Për 4 vjetë, rrymat e na u shajtu 120%. Realisht është një rritje e jashtëzakonshme e shajtimit të energjisë që është bërë nga kjo qeveri. Duke ditur që kanë ardhur me kauzën që do të ketë lirim të energjisë elektrike. Madje thonin që po paguajmë shumë. Në atë kohë, tash
po thonë po paguajmë pak, edhe kur janë në pushtet tash po thonë që po paguajmë pak dhe prandaj 120% është një barë e jashtëzakonshme për qytetarët. Po ashtu thuhet që ne po paguajmë rrymë më të lirë në region që prapë nuk është e vërtetë, sepse Kosova paguan rrymën për kokë banori më shtrejt se secili shtet tjetër në rajon po në Evropë, sepse ajo e tillë bëhet matja, nuk bëhet ndryshe. Ata mund të manipulojnë me numra, me bëu krahasim për periudha të caktuara brenda vendit, por të krahasosh me shtetet e tjera, ne paguajmë për kokë banori, për të hyrat tona që i kemi shumë herë më shtrejt se secili shtet në. Duke ditur mbi pasurinë të cilën neve flajmë, pra kemi një thëngjell që nuk e ka rajoni, pra jemi duke fletur mbi pasurinë e thëngjillit, ndërkaq neve paguajmë jashtëzakonisht. Pak të ne kam thënë, më kujtohet kryeministri Kurti, thoshte 4 persona që punojnë ndër tokë për 1 person që punon në kështu mbi tokë. Dhe kjo është shpjegim që ai ka bërë vetë dhe tash nuk po ndodh më. Po këto shfrytëzimi i këtyre resurseve që neve i kemi, mos shfrytëzimi i tyre, po na bën dëmin që e kemi. Ne jemi të detyruar me ble energji elektrike tuan që me shpenzu buxhetin e Kosovës në investim në kek fillimisht, duke ditur se tashmë atje pajisjet vetë se janë vjetëruar, jashtëzakonisht shumë nuk është investuar qyshën në kohët e paralushme që ka kaluar rreth 26 vite këtu se pas përfundimit të saj. Janë dalë shumë projekte, sa i përket sistemit energjetik, janë dalë shumë projekte edhe nga e kaluara, sepse ka pas plan Kosova Re, Kosova të bën trafo të reja për ta lësuar punën me sistemin energjisë elektrike, por gjithmonë ka ndodhur diçka që nuk ka shku puna deri në fund. Edhe pse mendoj që ka mundësi, ka kapacitet e Kosova, por duhet pak vullnet edhe pak ma shumë punë për ta realizuar këtë. Apo i pëlqen dikujt kjo mos realizimi ka mundësi, i kemi dëgjuar skandalet e fundit sa i përket energjisë elektrike, bisedat në WhatsApp, gjëra të tilla, arrestimet e caktuara, dhe unë besoj që kjo ka mundësi që dikujt i konvenon. Kemi parë gjithashtu një kompani që që është pothuajse anonime që ka përfituar miliona euro nga energjetika. O këdhuj se vetëm 2 punëtorë. Me pothuajse vetëm 2 punëtorë, dhe kjo kjo është qesharake realisht. Dhe kjo t'jep me shumë sinjale me kuptu që këtu diçka era mirë së shtujarë. Vërtet. Pra, me shtrëjimin e rrymës, pritet që shumë qytetarë dhe më na ikë prej vendit, ashtu siç edhe kemi fillu me një fluks goxha të madh të emigrimit. Patëm një numër jashtëzakonisht të madh njerëzve që lëshun në vendin për këto vite. Po tash dalin edhe nga puna edhe do t'jetë edhe vështirësi pak më e madhe, se një punëdhës nuk besoj që do të ketë mundësi të marrë dikë në punë duke ditur se ka kosto më të madhe të shtrejtimit. Energjisë elektrike i rrit këtë kosto tjera, sepse energjia elektrike është bërim kryesor për të vazhduar punën, qoftë një ndërmarrje prodhuese apo qoftë edhe shërbyese, sepse pa energji elektrike nuk mund punohet realisht. Dhe nëse ti kisha këtu burimin kryesor tyre, ata patjetër do ta shfrytojnë produktin edhe shërbimin që ata duhet me plasu në treg. Rrjedhimisht ju vështirësohet puna të nëve dhe mund të ndodhë kjo që përthua ti që njerëz mund të mbesin pa punë dhe unë pres në leximin tim të kësaj situate që mund të kemi egzotëri të njerëzve që duan të alëshojnë Kosovën, duan të ikin për shkak të perspektive ekonomike që mund t'i kenë në të ardhmen. Zotë Krasni, që juve si shihni si një studius i shkencave politike, a mendoni se do t'i pengonte edhe më tej për zhvillimit të Kosovës, kjo gjendje me të cilën neve jetojmë? Fatkeqësisht po, kjo jo vetëm që do të ndikojë në gjendjen ekonomike të tyre, por edhe atë psikologjike, gjatë kontaktit pothuajse të përditshëm tashmë me shumë biznes, ata na kanë njoftuar se mendojnë edhe të reduktojnë stafin e punës, pra të largojnë punëtor nga puna, gjë që do ta rëndonte akoma më shumë gjendjen ekonomike të një familjeje. Ne po harrojmë edhe një fakt shumë të rëndësishëm që kjo vështirëson jetën e qytetarëve që le të themi kanë një ekonomi mesatarisht të mirë, por imagjinoni çfarë i bën atyre që mezi e dalin muin. Edhe për këtë problem nuk po fol askush, as qeveria, as ata edhe nuk e kanë luksin për shkak se janë në konstituim të kuvendit, edhe fatkeqësisht kjo na ka stepë edhe neve dhe për na mom peng, për shkak se ideja jonë është që të kërkojmë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës të thirrët në komision parlamentar ky bord, të hetohet thellësisht në detaje se pse ka ndodhur kjo ngritje e çmimit dhe të anulohet ai vendim. Por fatkeqësisht ne jemi peng
e politikës në këtë rast, për shkak se konstituimi i kuvendit nuk po ndodh, fatkeqësisht gjatë viteve të fundit e kemi pasur problem që ta zgjojmë, le të themi, shoqërinë nga gjumi, për shkak se edhe shoqëria civile edhe shoqëria në përgjithësi, si themi, ishte në një lloj gjumi që nuk reagonte për asnjë fenomen negativ që po ndodhte në vendin tonë. Fatmirësisht këto 3 protesta më kanë kthyer pak shpresën që ky popull nuk flen edhe do të zgjohet prap. Këtu ka bërë punë natyrisht edhe propaganda e qeverisë, jo vetëm kjo qeveri, le të jemi të qartë, të gjitha qeveritë në përbot bëjmë propaganda për interesa politike dhe ky keq menaxhimi energjisë elektrike nuk është si pasojë vetëm kësaj qeverie, kjo është një keq menaxhim i vazhdueshëm i gjitha qeverive bashkë dhe çmimin duhet ta paguajnë të gjitha bashkë. Por ajo çka është më problematike është se këta gjithmonë kanë tentuar që me propagandë të hedhin sy njerëzve dhe qytetarëve. Nuk mund të thuhet që e kemi nën kontroll veriun përderisa veriu prap sulmohet. Por jo se e keni nën kontroll ose nuk e keni. Njëjtë edhe me çmimin e energjisë elektrike. Nuk mund të thoni kemi shtrirë sovranitet në të gjithë Republikën e Kosovës e në të njëjtën kohë komunat veriore të mos ngritet çmimi i energjisë elektrike. Se është e pa kuptim. Nëse ju keni ardhur në pushtet me idenë e barazisë sociale, ju vetë po shkaktoni pabarazi ekonomike dhe sociale duke i ndarë komunat veriore nga këto që ka qenë absurde të mendohet para se me ardha ata në pushtet. Unë nuk besoj që asë që ka qenë diskutueshme ndonjëherë me ndodh gjëra të tilla. Ne kemi pas probleme pagesën ose mos pagesën e çmimit të energjisë elektrike, por të rritet për një pjesë të territorit të Republikës Kosovës e për tjetrën jo, si është e mundur, në çfarë territori gjenden ata, me çfarë ligje funksionojnë dhe me cilin elektroserver po funksionojnë, është shumë e çuditshme. Ato janë pikpyetje që ndoshta shpeshherë edhe ngjallin pikpyetje edhe më të mëdha tek na, duke ditur se me cilin rrjet ata po furnizohen prej rrymave. Është e çuditshme edhe vetë fakti që qeveria po thotë se ata tashmë do të paguajnë energji elektrike, edhe nëse e paguajnë, nëse nuk e paguajnë me çmimin e njëjtë që e paguajmë edhe ne prapë pabarazi sociale dhe ekonomike. Kemi shumë pikpyetje edhe ne vetë si qytetarë të thjeshtë të këtij vendi. Po mendoj që me njerë pasi të konstituohet kuvendi shpresoj nëse konstituohet për shkak se kemi tashmë sa dështime radhazi. Dështimi i tjetër ishte këtë herë. Fatkeqësisht politika po ka plane tjera për gjithsesi. Ajo që është e rëndësishme që qytetarët e Republikës Kosovës janë duke jetuar shumë herë më keq këto 4 vjet e fundit në aspektin ekonomik, se sa kur më parë. Domethënë, gjendja ekonomike e tyre është rënduar jashtëzakonisht shumë, me një rrogë mesatare prej 500 euro dhe ti vazhdon ta e rrit çmimin e energjisë elektrike dhe pa shtuar, pa pasur as paketa sociale që të ndihmojnë disa familje ose bizneseve që janë në rrezik. Kjo është e pa diskutuar. Po, mendoj se nuk do ta ndijmë aq rrymen që shtrejtu sa do ta ndjejmë dimrit. Atëherë kur shumica e njerëzve furnizohen energji elektrike, ngrohen e kështu, ndoshta që atëherë do të ketë edhe nëse bën protesta, besoj që do të ketë edhe një numër edhe më masiv. Unë shpresoj që nuk shkojmë deri te ajo pikë, unë shpresoj që qytetarët do të na bashkohen në protestën e radhës, ashtu siç janë bashkuar në 3 të kaluarat, por shpresoj që këtë radhë të jemi akoma më shumë, për shkak se tash ata janë dëshmitarë të atyre gjërave që ne vetë se i kemi paralajmëruar dhe këtu e kemi shpresën edhe na si Këshill Organizativ i Protestës. Ne po mendojmë që me që qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm dhe po e prekin edhe vetë këtë ngritje të çmimeve, por edhe të energjisë elektrike do t'i bashkohen thirrjes tonë për protestë. Dhe natyrisht që shpresoj të mos hasim në vesh të shurë. Personalisht kam marrë pjesë për 3 protesta në 2 prej tyre. Kanë qenë protestat mira, por që unë mendoj që duhet të jenë akoma masive. Nuk është fajt organizimi, por duhet me zgjuar qytetarin e Kosovës, me të sensibilizu hala më shumë, për me mujtë me marrë pjesë. Edhe që do t'ishte mirë që qeveria t'jetë adresa, dhe jo zëreja, për shkak se qeveria zëreja është vegël e qeverisë dhe vendimarrja është atje dhe jo këtu ku kemi protestuar herën e fundit. Zoti Maxheri, u thirr kjo qeveri që ka pasur një ngritje të buxhetit, pra ndërka që qytetarët
po i vuajnë shumë pasoja të rritjes së këtyre çmimeve me një rrogë mesatare, siç e përmendet i 500 euro, që s'mundet me mbulu asesi këto shpenzime, cilat janë ditore tash. Kjo është mashtrim me numra. Buxheti nga rrit inflacioni i lartë, sepse kur produkti është më i shëtë të vëshë pagun më shumë, se cilën takse pagun më shumë, dhe kjo është një mashtrim që kanë bërë me numra qeveria. Për ndryshe, buxheti është e sakt, që është më i madh, por ne pëjetoj më keq, qytetar pëjetoj më keq. Kështu matet ekonomia. Më thonë, nuk matet ndryshe. Nëse ti jeton më mirë ose më keq, dhe ne sot jetojmë më keq. Ndërkohë, rritjen që këta proklamojnë ka ardhur si zati inflacioni, sepse nuk kemi investime në të prodhuesit vendor, por kundrazi ky i sulmon ata. Është i vetmi që mbaj mend dhe vetëm qeveri që ka hedhë vlerë ndaj prodhuesit vendor. Dhe aty është stabilitet ekonomik, jo të ndërmarrje publike. Zhvillimi ekonomik është të sektori privat, jo të sektori publik. Dhe ne pikrisht atë jemi duke dëmtuar më shumë se çdo segment tjetër të shoqërisë. Dhe prandaj këta shpesh kanë manipuluar me numra, por detash ju kanë pi ujë deri diku tek qytetar, por tek ne ekspertë të fushës këto nuk dhezin si muhabete. E përmende pak bizneset, a mendoni se do të ketë ikje të bizneseve nga vendi, me qenë se duke ditur se në rajon ofrohet shumë një komoditet për bizneset. E kemi Maqedoninë, e cila i ka taksat më të ulta se sa Kosova, e cila ofron edhe shumë mundësi tjera kreditore, madje edhe një farë lloj rahatie se në Kosovë nuk e kanë. Na kemi ndjek bizneset për këtu, Cantor Global është një për investitorëve më të mëdhenj amerikanë, ne kemi ndjek për këtu. Domethënë, qeveri s'ka, kuvend s'ka, siguri juridike s'ka, siguri politike s'ka. Të gjitha parametrat e bojnë Kosovën vend të pa përshtatshëm për investitor. Dhe se të investitor që do me investu në Kosovë, ai e bën një analizë të situatës se ku do me investu parët e veta. Dhe Kosova aktualisht nuk i plotëson këto kritere, sepse është në krizë. Si qoftë krizë ekonomike, qoftë krizë politike. Jemi një vend që jemi të përballu krizë pas krize, dhe kjo natyrisht është lexim i keq ndaj investitorit, se ata i bojnë analizat e thella para se me bojnë investim. Madje edhe investitorët e brendshëm është problem për me investu paret ose me u zgjeru ma tepër, sepse e ardhmja tyre është e paqartë, e pasigurt, dhe askush nuk don me lënë parën e vet diku që se ka sigurt, nuk është e sigurt. Neve kemi pasur disa deklarata edhe që jemi në gjendje lufte, pra e kemi luftën afër, shpeshherë fatkeqësisht e kemi pa dhe kryeministrin. Aty doja të ndërlidh sa do. Pikërisht kjo është problemi. Deklaratat e pushtetarëve për luftë gjithmonë do t'i trembin investitorët. Pra, një nga gabimet më të mëdha ndoshta që ka bërë kjo qeveri është këto deklarata që po shkojmë drejt një lufte, jemi në gjendje lufte. Këto më së shumti e friksojnë investitorin që të investojë me një territor caktuar, sepse mos harrojmë ai që jeton në Gjermani, Angli, Francë, Britani ose dikun tjetër, ai nuk e din gjendjen reale se si është në Republikën e Kosovës. Ai referencat kryesore normalisht do t'i marrë nga qeveria e Republikës, për shkak se është ose të paktën llogaritet si burimi më i saktë dhe i sigurt i informacionit në një vend. Pra kur këto deklarata dalin nga zyra e qeverisë ose nga vetë goja e kryeministrit, natyrisht që do të shkojnë në dëm të madh në Republikën tonë, për shkak se do të ketë friksim të madh që të investojnë, do të kenë një të ardhmë të sigurt edhe bizneset e mëdha. E vërtet, pra, kemi anë në një gjendje ku edhe bizneset aktuale në vende kanë shumë pak të si themi, stabile punën e saj. Pra, kemi pas që me çmimin e rritjes të energjisë elektrike, rriten edhe kërkesat për biznese, pra nuk do ta kenë luksin që të majnë edhe shumë punëtor pra në biznese. Po, kjo është një problem. Po, një problem tjetër që bizneset bën që unë i kam vërejtje për bizneset është që nëse ata e ngresin një çmim, kur ai çmim nuk kthehet në gjendjen e pashme, edhe nëse ndryshojnë parametrat ekonomik në vend, edhe nëse normalizohen ata nuk janë të kujdesshëm për ta kthyer çmimin në situatën ku ka qenë. Domethënë, ata vazhdojnë ta mbajnë çmimin e lartë
në vazhdimësi. Është kjo si pasojë dëmeve të shkaktuara nga ajo që ka... Jo, s'kisha thonë, se këta me dëmet për rrisin çmimin, realisht ata po një favorme për rrisin, për bëjnë komode situatën për arsyet veta. Por që nëse kemi pas shkallë të lartë inflacioni dhe inflacioni bjen, ishtë dashur të normalizohen çmimet. E vërtet. Jo të mos kthehen kurrë në gjendjen e pashme. Tash kemi problemet me energjinë elektrike, ndoshta në bazë të një presioni publik që e bojnë aktivistë asnjë më shumë, të gjithë ne qytetarët, dhe ndodh që energjia të kthehet ku ka qenë. Këta prapë vazhdojnë ta shesin kafen 2 euro, ose këtë produktet që i kanë shajtuar të lënin çmimet e njëjta. Është si pasojë e qeverisë keqe, pra, bjen që nuk i mbikëqyr kërkush këto biznese dhe vazhdojnë të operojnë ashtu siç që kanë vënë aty. Kjo është një temë vetë sepse mungojnë inspektimi këtyre punëve, s'ka inspektora që dalin treg për ta kontrolluar, sepse të ne është keq kuptuar tregu i lirë, mendojnë që tregu i lirë ti duhesh me bërë bashkë ka dushti, dhe kjo nuk ekziston kur kanë botë, në shteti për çka është, i ka mekanizmet e kontrollit, është ligji për mbrojtjen e konsumatorit, do thonë të gjitha infrastrukturën tek i të rregulluar për ta bërë një kontroll të tillë. Pra dhe tash të rritjet e çmimeve që po ndodhin, është dashur që dikujt t'i raportohen, pra po ndodh kjo rritje e çmimeve. Çmimet janë duke ndodhur pa u shajtuar energji elektrike, dhe kjo është një problem veti. Pse po bëhet? Nga një muaj do të fillojnë faturat rritjen e energjisë elektrike. Bizneset për paraprin një problemi që ende s'ka ndodhur. Ndoshta nuk ndodh. Po supozojmë që s'ka me ndodh nëse rritet presioni. Po këta për paraprin një probleme. Kur më nuk e kthejnë çmimin ku ka qenë. Do të thonë, edhe kjo është një problem vetë që bizneset ndoshta për shkak edhe situatës riskut financiare, stabilitetit ekonomik mundon me e lujt këtë lojë, por që ai që përfson më shumë të qytetari i Kosovës. Fatkeqësisht po, të ndërrumi falenderoj shumë që erdhët në Info dhe ndajmë të gjitha këto informacione mjaft të rëndësishme për vendin tonë. Unë uroj që në proteste në radhës kemi edhe më shumë njerëz që ju bashkangjiten juve duke ditur se problemet në vendin tonë janë shumë të mëdha e të mos shtohet edhe një më tepër sa i përket energjisë elektrike. Faleminderit shumë që erdhët në Info dhe. Ju ishte kënaqësi. Ne do kthehemi në studio për të diskutuar lidhur me kuvendin e Kosovës në mënyrën se si shkoi edhe sot seanca e Kosovës.